7 fjalë magjike bëjini tuajat për të qenë të lumtur. Lëvizni objektet, trupin, lëvizni mes maleve, përqafoni njerëzit që doni, dëgjoni fshfërimën e gjetheve, ndjeni dhimbjen dhe gëzimin, besoni zërin e brendshëm, shihoni magjinë e shoqërisë, merrni dhe jepni dhe mos harroni mirënjohjen. 7 fjalët magjike që duhet të adoptojmë në jetën tonë, t'i përsërisim si një mand për të jetuar në paqe, të rrethuar nga dashuria, si dhe që të njohim njëri tjetrin më mirë. Lëviz. Lëvizni objektet tuaja, shtratin tuaj, lëvizni trupin tuaj. Ecni mes pyjeve dhe maleve, dilni nga rutina e punës, nga marrëdhëniet shoqërore dhe modelet e vendosura të jetës. Ndryshoni perspektivën tuaj, afrojuni atyre njerëzve me të cilët mund të jeni autentik dhe të kultivoni ëndrat tuaja më të egra. Nuk është e nevojshme të lëvizësh malet, duke lëvizur një gur të vogël mund të bësh mrekulli. Prekni pjesët e trupit që doni, përqafoni njerëzit që njihni, puthni në faqe, në ballë, kujdesuni për qenin tuaj, macen tuaj, bëjeni më shpesh. Gëzoni ndjesit e një shalli mëndafshi, zbuloni ato të një druri, të materialeve të tjera, të myshkut, shkëmbinjve, ujit. Dëgjoni. Uluni dhe zbuloni gjithçka rreth jush që është për të dëgjuar. Dëgjoni njerëzit, atë që ata janë me të vërtet duke thënë, dëgjoni notën e fundit të çdo kënge. Dëgjoni zërin tuaj të brendshëm, atë që dëgjoni vetëm kur konfuzioni i çdo dite zvogëlohet. Dëgjoni shushurimën e gjetheve, kuaket e brekockave, zjarin që digjet në vatër, dëgjoni zemrën tuaj dhe gjithmonë dëgjoni atë që nuk është thënë. Ndjeni dhimbjen, gëzimin. Ndjeni qeshjen tuaj, ndjeni dashurin nga thellësia e zemrës tuaj, ndjeni dhe braktisni veten në sensualitetin e jetës, ndjeni zemërimin brenda jush dhe shpreheni atë nëse është e nevojshme, por bëheni kur jeni vetëm. Nëse nuk ndiheni vërtet, nuk mund të ndjeni të gjallë. Besoni atë që dini, atë që mendoni, zërin tuaj të brendshëm, që shpreh vetëm të vërtetën. Besoni intuitën tuaj, mos e moho atë. Vetëm ju mund të dini se çfarë është më e mira për ju. Nëse e doni pikturën, pikturoni. Nëse e doni të ecni në det, gjeni një mënyrë për të shkuar atje. Nëse nuk i besoni vetes, nuk mund t'i besoni askujt. Takoni njerëzit që i doni, një çaj me miqt apo me mikeshat, një shëtitje me një mik, një lexim së bashku, një libër me zë të lartë. Gatuani dhe shijoni magjinë e shoqërisë. Një herë të vetme mjaft dhatë dhe filloni të merrni. Pranoni komplimentat me hijeshi. Merrni një përqafim mirënjohje. Hape veten për të marrë. Hapni duart për të marrë atë që meritoni, frutat e asaj që keni mbjell. Mirënjohjen për gjërat që ke dhënë. Dhe kur mos harroni të shfaqni mirënjohje.